Përshëndetje të nderuar, jemi në emision për ekonomi dhe sonde do të flasim për zhvillimin e korrupsionit si shkencë. Mysafir kemi ekspertin e mirënjohur, i cili bën studime shumë të mirëfillta në fushën e korrupsionit. Përshëndetje zotëri. Ju falënderit, mirë se ju gjeta, unë për ndryshe mua shoqëria më thrasin analizë, disa shkurtimisht më thrasin Liza. Liza, ju falënderit për ftesën. Mirë zotëri Liza, a ka mundësi të na tregoni për shembull si duken njerëzit që bëjnë korrupsionin? Aha, po shikoj, janë disa njerëz të zakonshëm, por nuk kisha thënë se janë të zakonshëm, janë thjesht disa kanë kravata pak më të gjata, disa pak më të shkurta, u kupton? Më pastaj regjistrimin e automjetit e kanë me 3-0, qysh në fillim, tjera çka kisha shtu për ata kryesisht janë ata njerëz të cilët diplomojnë gjatë mandatit të tyre zyrtar, apo kupton ajo. Janë ngjajshëm kështu sikur ne, po sjelljet si kanë zotëri? Po sjelljet, shiko, sjelljet pas zgjedhjeve janë katastrofa, kupton, ama para zgjedhjeve sjelljet i kanë fenomenale. Befasohet njeriu me sjelljet e tyre para zgjedhjeve është fjala. Ju falënderit shumë. Ju të lutem. Zotëri Liza, cilat janë metodat e komunikimit të këtyre njerëzve? Po shiko, metodat i kanë metodat e veta, në këtë rast ja si shpeshini këtu janë disa shenjat komunikacionit, mirë po ata i përdorin këtu për komunikimin e tyre, kjo ndodh vetëm në mesin e tyre, pra aty ku bëhet tenderimi e krejt këto, ja ka mujt me qenë një rast kështu për shembull këtu vetë shenja e komunikacionit, disa teksti shkon më poshtë për gjithë ato, në këtë rast këtu duket se kjo është një shenjë komunikacionit me drejtim të obliguar. Mirë po në këtë rast tregon se ai që oferton pra për tenderim duhet të jetë i obliguar të jap diçka, kupton? Duhet të jetë obliguar, më pastaj vjen në shenja tjetër, këtu është 30%. Kjo shenjë tregon dikush që kemi parë ato, që ka pak përpjekje penale apo kupton? Mirë, po është e vërtetë që është penale se këtu 30% duhet automatikisht të hiqen nga tenderi dhe të jepen atina që është përqindja për po për tender, pra 30% duhet të jap ai i cili pyetet është më përgjithës aty. Më pastaj kemi këtu një shenjë është e pazakonshme për njerëz, mirë po këtu tregon se i ka mbetur pikë zemër një tender. Pikë zezë. Pikë zezë, pikë zemër, kjo është, lutem. Që se ka marrë tenderin, apo? Po, lutem shumë. Më pastaj këtu kemi një rrugë pa krye. Udhë pa krye kjo tregon, mirë po në këtë rast këtu tregon se tenderi vetë se ka shkuar, mirë po ty thjesht mund të konkuru, nëse s'do. Kuç, ama këtu tregohet më herët, për shembull pse mulova ata të tjerë kolegë, u kupton? Kështu thjesht tregon me shenjë. Kjo shenjë e hotelit, tregon pra hotelin, në restoranit, lutem këtu fillon edhe mbaron tenderi, pra këtu duhet të ketë parasysh, kjo si që shenja, po lutem duhet të mbledhen aty, pra dreka, darka, ku ta di këto janë. Më pastaj kemi këtu policë, kjo policë, po jo, kjo s'ka të bëj me korrupsionin, kur që mi po këta vetëm i përcjellën, i shkojnë mas tyre, prapa tyre, kur që gëzdin tash apo bëhet, kur që kjo veç ç'është këtë. Kjo tjetra është një përhup njerëzve. Ata njerëz që janë okolla, që janë shumë interesant, mja përhup, për mos me mujt mi kuptu këto gjana tjera. Kjo është një shenjë shumë palidhje, kur që një shëqet, një fytyrë, atë veç me përhup, po kupton. Pjesa tjetër, këtu kemi një kafsh. Kafsh, thjesht lop, ama mirë pa aty përdoret gjoja, i thonë, si gjoja, kupton? E këtu në këtë rast thonë, shiko, është një huj aty, apo kupton, edhe është sikur gjoja, kështu që le mos falin, ne të shkon procedura pak më e lehtë, pra si gjoja është një aty, ekziston. Kjo shenjë, zdihet kur që heq, shka ka u shku tenderi, qysh u shku, kur që ka marrë qa u po të ku po, kur s'ka lidhje, heq, absolutno. Si përshijet kjo, automatikisht largohet gjithë prej kësaj, kjo shenjë shumë. Kjo më falni se më ka qellu kjo është e pensionera, mirë, po kjo është një analizë tjetër, më falni, maj këta, se që më ka përzi me dokumente tjera. Këtu, kjo është një shenjë që tregon lakesë, kthim me 2 anë, kupton? Jo me njëherë të drejtë, po me 2 anë. Do të thotë këtu rishfeti, pra pare që jepen aty. Përqindja, po. Po nuk duhet të shkoj drejt, mirë po duhet me shku pak për okolla. Me gjetë personin e caktuar. Po, me gjetë njerin e caktuar, i cili duhet me jap atine, ai për me jap këtina, kupton? Do të thonë pak si drelli kështu. E këtu kemi njerëz që i din si çfarë, çka? Nuk e keni ide. Po kjo është diçka shumë e thjeshtë, do të thotë ai shefi që është aty për zgjedhjes, i ka disa kusherit vetë, kështu që nëse e merr tender, pra ti duhesh patjetër mi marr disa kusheri që në këtë rast janë 2, 4, 5 kusheri janë, duhet mi marr patjetër kusheri e shoka apo çapo diun diçka të afërm të tina, duhet mi marr në punë patjetër te ai. Edhe kjo çenka kafeja, kështu kur vjen kjo
kryen krejt këto, në fund mundë me pika një kafe, thonë se s'ka kur gjë prej këtyne gjanave tjera. Kjo ishte tjera. Ka disa shenja tjera, mirë po besojnë se të ardhëm do t'i paraqisim edhe ato para jush. Ju falenderit shumë zot Liza. Shpresojmë se korrupsionin e kemi zbuluar dhe metodën si po zhvillohet korrupsioni dhe do ta ndalim nëse nuk zbulohen metoda tjera të komunikimit. Ju urojmë sukses në punën tuaj. Ju falenderit shumë. Ditë e gëzuar.